Sipas ekspertëve, logopedia merret me komunikimin dhe zhvillimin gjysor të fëmijëve që kanë vështirësi në aspektin mësimor dhe social. Dafina Veselaj, logopede me profesion, thotë se fëmijët që shfaqin probleme në të folur, belbëzim, vështirësi në mësim, shkrim, lexim, llogaritje apo të folur hundor, ka nevojë të trajtohen te logopedi. Realisht, gjuha është një mjet komunikimi i cili fillon qysh prej lindjes së një fëmije edhe vazhdon gjatë tërë procesit jetësor. Momentet e para cilat ne i vrejmë se një fëmijë po ka probleme në çrregullime të folurit janë kryesisht nga mosha 2 vjeçe. 2 vjeç është ai kufiri në cilën një logoped mund të identifikojë një fëmijë i cili vetë se ka probleme në zhvillimin e mirëfillt të gjuhës apo arritjen e atyre gurve kilometrë të cilët vetë se na i presim prej fëmijëve. Gjuha është mjet komunikimi i cili fillon qysh prej lindjes, domethënë qysh prej lindjes një fëmijë fillon të komunikojë me mamin, me nanën, përmes çajturave, përmes gugatjeve. Shpesh herë nëse flasim me nana mund të thonë që ato identifikojnë domethënë të çajturën e fëmijës në qoftë se është për ushqim apo për ndonjë nevojë tjetër. Nga mosha 8 muajshe fillojnë ato gugatjet e para, të cilat më vonë përkthehen në fjalë të mirëfillta. Në moshën 1 vjeçare zakonisht presim që fëmia të ketë të paktën 2 fjalë prezente. Këto fjalë janë zakonisht mama ose baba, është kjo lufta mes prindërve se cila është fjala e parë domethënë e fëmijës, e cila domethënë shkojnë dhe rriten vazhdimisht deri në moshën 18-24 muajshe, ku fëmia arrin një spektër prej diku 50 fjalëve. Zakonisht to 50 fjalë mandej kombinohen në fraza për t'i parashtruar nevojat e tyre. Mosha 2 vjeçare është kufiri në cilën logopedi alarmon në qoftë se kemi të bëjmë me një çrregullim të gjuhës. Domethënë, më pak se 50 fjalë, mungesa e kombinimit të frazave, si dhe mungesa e gjesteve, të cilat janë tepër të rëndësishme sa i përket zhvillimit të folurit edhe gjuhës, paraqesin një alarm se një fëmijë nuk po e zhvillon gjuhën siç duhet edhe që kemi nevojë për ndërhyrje logopedike. Veselaj tregon se trajtimi i fëmijëve me probleme logopedike bëhet përmes seancave të rregullta për secilin fëmijë. Fëmijët fillimisht i parashtrohen fazës së testimit. Të identifikojmë qartë se cilat janë sfidat me të cilët po përballen këta fëmijë. Gjuha i ka 2 element tjetër rëndësishëm, domethënë është pjesa e kuptueshmërisë apo gjuha receptive edhe është pjesa e shprehjes apo gjuha ekspresive. Ka fëmijë të cilët qëndrojnë tepër mirë me gjuhën ekspresive, domethënë ata janë në gjendje të imitojnë, kanë një vokabular mjaft të larmishëm, mirë po kanë probleme me gjuhën receptive, kanë probleme me pranimin e komandave të thjeshta. Ose kundërta, kanë fëmijë të cilët kuptojnë, arrin ta kuptojnë komplet partnerin komunikues, mirë po ekzistojnë probleme në shprehje. Tash pavarësisht ku qëndron fëmia, mundemi me pas raste që vështirësia ekziston në të 2 palët e gjuhës, domethënë kemi vështirësi edhe në pjesën receptive dhe atë ekspresive. Fillimisht trajtimi fillon në zhvillimin e gjesteve. Pse zhvillimi i gjesteve? Sepse ndoshta fëmia ende nuk ka hyrë në fazën që është në gjendje të imitojë, të jetë verbal aktiv. Pse po i zhvillojmë gjestet, është që gjestet janë gjuha e shenjave e trupit, është një metodë komunikimi, ku fëmia përmes gishtit tregues, përmes gjesteve të ndryshme arrin me i parashtruar kërkesat, nevojat, në qoftë se nuk po ndihet mirë ose diçka tjetër. E më pas se përgatisim fëmijën, qoftë përmes motorikës, masazhave të ndryshme të cilat bojnë lirimin e muskulaturës, që të fillojë imitimin. Aftësia e imitimit është ndër aftësitë kryesore të zhvillimit të gjuhës. Domethënë një fëmijë e zhvillon gjuhën përmes imitimit. Fëmia fillon qysh nga procesi i gjithënies me nanën, përmes neuroneve pasqyrë, ti merr këto aftësi të imitimit, kontakti me sy, lirimi i tingujve, prej aty fillon depozitimi i imprinteve gjuhësore. Edhe zhvillohen këto aftësi të imitimit. Zakonisht te fëmijët me çrregullime në të folur edhe me vonjesa gjuhësore, ky proces nuk ndodh siç duhet. Prandaj është tepër e rëndësishme që si fushë në cilën fokusohemi ne si logopedë që të zhvillojmë këto aftësi të imitimit. Më pas mandej vazhdohet gjithashtu me zhvillimin e komandave njishe, tike, bëje, treke, ma jep, identifikimin e figurave e kështu me radhë.
Sipas saj, pranimi i prindërve është një nga faktorët kryesor për suksesin e fëmijës, sepse vetëm kështu fëmia mund të përparojë dhe të fitojë aftësitë e duhura, teksa ajo. Edhe bestytnit, sipas saj, nuk janë zgjedhje e problemeve të fëmijëve në të folur. Realisht, prindrit shumë herë kanë vështirë ta pranojnë që fëmia po përballet me një vonesë gjuhësore, qoftë prindrit ose qoftë prindrit janë pajtu, mirë po rriti më i gjan i ka gjithmonë ato komentet që ekziston në folra më vonë, do ta zhvilloj vetë gjuhën. Janë këto mitet kulturore që ende i kemi prezente në shoqërinë tonë. Çka mund të them si logopede është që domethënë zhvillimi i mirëfillt në fëmijë nuk mund të lihet në dorë të fatit. 5 vitet e para të zhvillimit të fëmijës janë, mund të themi, më të rëndësishmet. Pse ndodh kjo është që kemi të tejet të fuqishme aftësinë e neuroplasticitetit të trurit. Është ai truri sfungjar që vetëm thith dhe ti mundesh me modifiku sido që don. Domethënë, mjedisi ka tepër impakt në zhvillimin e këtyre aftësive. Nëse ja humbim fëmijës të drejtën që për shkak të bestytnive të ndryshme, për shkak të mospranimit të prindërve, mos ta shfrytëzojmë siç duhet këtë aftësi të mësuarit, e cila është tejet e madhe në krahasim me 6, 7, 8, e cila vetë fillon me ra ngadalë, atëherë mund të themi që nuk është diçka që ja vlen të presim. Patjetër që është jo shumë e lehtë për prindin ta pranoj që fëmia po përballet me një çrregullim, mirë po absolutisht që trajtimi është forma më e mirë e zgjidhjes së këtij probleme. Ajo shton se përdorimi i tepërt i teknologjisë duhet të ndalohet derisa fëmia të flasë rrjedhshëm. Sipas saj, edhe përdorimi i hershëm i gjuhës angleze po ndikon në vështirësinë e të folurit. Në shoqërinë tonë po përballemi më së shumti me çrregullimin e vonesës gjuhësore ose vetë vonesën gjuhësore. Pse po ndodh kjo është më së shumti prania e jashtë kontrollit të teknologjisë në jetën e fëmijëve të vegjëlve tonë. Shoqata Amerikane e Pediatrisë rekomandon, realisht fuqishëm rekomandon që deri në moshën 2 vjeçare koha para ekraneve të jetë 0. Jo 15 minuta, jo 20 minuta, jo 5 orë, si shpesh herë e marrë si koment brenda seancave vlerësuese. Gjithashtu kemi të pranishëm edhe elementin e gjuhës angleze. Gjuha angleze apo bilingualizmi. Bilingualizmi është faktor i cili realisht është tepër pozitiv për zhvillimin e trurit. Është një boost i fuqishëm. Mirë po çka ndodh te fëmijët të cilët po e zhvillojnë këtë anglishtën e ekraneve është që gjuha po pengon, domethënë, është shumë e rëndësishme që së pari ta ekzekutojmë mirë gjuhën nëna, elnishën, cilën e quajmë ne, gjuhën e parë të zhvillimit të fëmijës. Mbi një bazë të fuqishme të zhvillimit të gjuhës së parë, absolutisht që ne kemi një fundament, domethënë, të zhvillimit të gjuhës së dytë ose L2-shit apo multilingualizëm ku kemi të pranishëm 3, 4, 5 gjuhë. Kjo absolutisht që është një fenomen pozitiv. Në rastet kur nuk e kemi stabilizuar mirë gjuhën shqipe në këtë rast për fëmijët kosovar, mirë po kemi një mbivendosje të gjuhëve ku asnjëra nga gjuhët nuk po zhvillohet, nuk e merr rolin kryesor të gjuhës së fortë, atëherë kemi të bëjmë me një vështirësi ku kemi nevojë që të kemi mbështetje logopedike të fëmijët. Në rastet kur një fëmijë kosovar i cili jeton dhe vepron në Kosovë dhe nuk është tërë kohën i pranishëm në një ambient ku flitet anglishtja, nuk shkon në një kopsht ku flitet në gjuhën angleze, absolutisht që ai fëmijë e ka një pengesë në komunikim me bashkëmoshatarët. Jo gjithë bashkëmoshatarët e tij janë në gjendje të flasin anglisht tetshëm ose diçka tjetër, kështu që patjetër në këto raste duhet të zgjedhim nënën ose babën si partner komunikimi të gjuhëve. Domethënë ta identifikojmë se cili po e merr përsipër në gjuhën angleze dhe cili po e merr përsipër gjuhën shqipe. Patjetër duhet bëhet ndarja e këtyre roleve. Nuk është mirë që të stopohet gjuha angleze në këtë rast, sepse ne vetë po e ndalojmë plotësisht mënyrën e komunikimit të atij fëmije, mirë po ky patjetër duhet ta ketë një partner të cilët e fillon domethënë procesin e zhvillimit të një gjuhe të cilën vetë është i pranishëm çdo ditë, në këtë rast gjuha shqipe.
Veselaj apelon që logopedët të jenë të pranishëm jo vetëm në qendra shëndetësore, por edhe në institucionet arsimore për të ndihmuar fëmijët që në hapat e parë të zhvillimit. Dafina Veselaj, si logopede, thekson se sa më herët që zbulohen problematikat e fëmijët, aq më shpejt arrihet përmirësimi.